Përshëndetje miq të televizionit Syri. Dhuna në familje është një fenomen paralizues për shoqërinë përgjithsisht dhe familjen. Rastet e njëpasnjëshme që kanë ndodhur gjatë vitit 2022, sikut na kanë bërë të jemi paksa më skeptik nëse është duke u punuar sa duhet në këtë drejtim. Megjithatë, kemi një 16 ditësh ku të gjithë bëhem bashk për të nxitur dhe promovuar aktivizimin kundër dhunës në familje, kundër dhunës në baza gjinore, kundër dhunës ndaj gruas. Janë 3 mysafirë kompetent të cilët përgjatë rrugtimit të tyre profesional kanë punuar vazhdueshëm në këto raste dhe janë përpjekur që në bazë të kompetencave që kanë të njohin mirë këtë problematik dhe të drejtojnë këtë zinxhir i cili është i lidhur institucionalisht. Në ditën e sotme të ftuar kam Major Milazim Lumi, komandant në stacionin policor në Gjakov. Mirë se erdhe. I shoqëruar nga Erblina Dinarama, drejtoresh në shtëpinë e sigurt në Gjakov. Mirë se erdhe. Gjithashtu edhe zoti Agim Pula, i cili për disa vite ka punuar si mbrojtës i viktimave të dhunës. Mirë se erdhe. Ju faleminderit edhe për ftesën. Knatësi me ju pas në studie, faleminderit që ju jeni përgjigjur ftesës, sepse është vërtet një temë ndjeshme e cila kërkon profesionalizëm në secilën fjalë të thënë. Para se të fillojmë bisedën me ju, duhet e kam obligim të them që në këtë diskutim të sotëm kisha të ftuar edhe zonjën Fatmire Qufaj dhe zotriun Sadri Alia, domethënë nga prokuroria dhe gjyqësori, të cilët për shkaqe të tyre objektive nuk kanë qenë të pranishëm në emisionin tonë. Rastet të njëpasnjëshme e kanë paralizuar, mund ta them, shoqërinë tonë kur është fjala për dhunën në familje. Gjithmonë pas çdo rasti dalin mendime, akuza, institucionesh, ky ka faj, ai ka faj e kështu me radhë. Konsideroj që mbrojtësi i viktimës e ka rolin kryesor në një dhunë në familje, në një dhunë ndaj gruas. Zoti Pula, a mund të më thoni më konkretisht, çfarë nënkuptoj me fjalën mbrojtës i viktimës? Faleminderit për fjalën. Mbrojtësi i viktimave është personi i cili në çdo moment duhet të jetë afër viktimës kur paraqitet rasti. Dera e parë për mu paraqit rasti është stacioni policor. Në krejt nuk është vetëm e Gjakovë, por në krejt Kosovën. Kështu që me rastin e raportimit të rastit nga ana policisë, njësiti që ekziston në stacion për mbrojtjen e dhunës familje, e lajmëron mbrojtjen e viktimave, ai mbrenda mundësive në afat sa më të shkurt duhet të paraqitet në stacion për me kontaktu me viktimen. Arsyeja pse duhet, se viktima në momentin kur paraqitet është bëndaki e vetmuar edhe nuk din shka ka të drejt, shka s'ka të drejt, edhe për mi marrë informacionet e duara, i merë nga mbrojtësi i viktimave. Mbrojtësi i viktimave e ka obligim me shoqënju viktimin prej momentit që takohet deri në përfundim të rastit, që do të derisa të merret një verdikt për çat rast. Faleminderit. Komandant, u pa që u bën të gjithë bashkë në këtë aktivizimin 16 ditësh kundër dhunës ndaj gruas, kundër dhunës në familje. Edhe kësaj radhe policia shprehu gatishmërinë e saj për të bashkëpunuar me shoqërinë civile që të jeni në secilin segment të aktiviteteve të planifikuara. Si po zhvillohet ky 16 ditësh? Po, faleminderit, përshëndetje për ju dhe për gjithë të shikuesve të televizionit Syri. Unë me kompetencë ju njoftoj që policia e Kosovës në përgjithësi, por edhe në veçanti stacioni policor këtu në Gjakov, në 16 ditë në aktivizmit kundër dhunës në baza gjinore, është aktive dhe është e harmonizuar me programin që e ka bërë të Kuvendi Komunal për të promovuar këtë 16 ditësh. Ne vazhdimisht jemi në aktivitete në shkolla, në ligjeratat dhe në programin e paraparit cili do të zhvillohet gjatë këtyre 16 ditëve. Po ashtu, ne në stacionin policor realizojmë edhe vizitat të ndryshme nga institucionet të ndryshme gjatë këtyre ditëve, të cilat i presim, informojmë se si po trajtohet dhe si
do të prej momentit të parë të një rasti dhunës në familje dhe bashkarisht me gjitha akterët do të në mënyrë që të dalën në ndihmë viktimave dhe në mënyrë që kjo situatë të ketë sa ma pak raste, mirë po në polici konkretisht qëllimi është që ne të ndikojmë si rast reagimi dhe preventiv, mirë po na kemi thonë disa herë që edhe pse do të zhvillimi i hofshëm i shoqërisë, emancipimi, shkollimi i femrës, shkollimi në përgjithësi i familjes, kjo plagë e vjetër ende nuk ka mund të zhduket, mirë po ne mundohemi që vërtet të ndikojmë dhe të lehtësojmë dhe më rastet e viktimave të cilat janë të përfshira në dhunën e familje. Është e rëndësishme të dim rolin e shtëpisë së sigurt gjithmonë kur bëhet fjalë për dhunën në familje. Është një vend ku adresohen shumë halle, shumë dhimbje të përbashkëta të atyre anëtarëve të cilat janë. Sa po arrini të menaxhoni mirë këtë situatë, ato gra aty me familjet që janë me fëmijët e tyre krahas dhimbjes e kanë edhe ekzistencën edhe ndoshta mund të themi edhe mungesën financiare edhe shumë gjëra tjera që i preokupojnë. Po, tash më e dini shumë mirë, shtëpia sigurt për 22 vite me radhë strehan viktima të dhunës në familje, nëna së bashku me fëmijët e tyre. Duke përfshirë këtu komunën e Gjakovës, Malishevës dhe Rahovecit, mirë po pa përjashtuar edhe vise tjera, sepse ndodhë rasti që është në rrezik edhe pastaj bëjmë edhe një farë lloj transferi për shkak të rrezikshmërisë së rastit. Në shtëpinë e sigurt ofrohen shërbime duke filluar nga një ambient i sigurt, akomodim 24 orë 7 ditë javës, edhe duke filluar nga ushqimi, higjiena, veshbatit, domethënë kushtet elementare të jetës, e pastaj duke vazhduar në rehabilitimin e traumës, stresit edhe përvojës që kanë kaluar me dhunën e familje, sepse e dim që kjo pjesa e rehabilitimit kërkon më shumë kohë për gruan, sepse gruaja e dim që vjen shumë e molisur, e lodhur, sepse ka përjetuar dhunën për vite me radhë. Dhe roli jonë kryesor dhe këtë është si ta ngrisim atë grua në këmbë, edhe si ta merr ajo veten që të vazhdojë në tutje jetën e saj. Nuk është proces i lehtë, fare nuk është i lehtë, te disa gra është shumë e vështirë pjesa e rehabilitimit, por edhe pjesa e integrimit pastaj, kështu që duhet një angazhim shumë i madh nga profesionistët e fushës për t'i rehabilituar këto gra. Sikur ky 16 ditë i aktivizon të gjitha instancat edhe i bën aktiv edhe bëhet më zhurmshme se pasojat e dhunës në familje. Megjithatë, kur pikrisht ndodhi që në këtë 16 ditë ne kemi edhe viktima të ndoshta nuk mund t'i quajmë të dhunës në familje, por viktima të cilat përfundojnë edhe me fatalitet, që në një farë forme shpesh ngritet edhe skepticizmi, a është duke u punuar mjaftueshëm në shoqërinë tonë që të ndryshojë ky perceptim? Cili doni mund të ndërlidhni? Po ndërlidhna unë, mjaft të shqetësuar dhe të mlefosur më rastet e fundit që ka ndodhur, e sidomos këtyre 16 ditëve që shoqëria civile së bashku me institucionet, jo vetëm në Kosovë, por në gjithë botën e ngrisin zanin për ta luftuar dhunën ndaj grave, por me rastet e fundit, unë mendoj që fëmijët duhet të punojmë më shumë në ngritjen e vetdijes së grave dhe burrave, që burrat mos ta përdorin dhunën edhe gratë mos ta durojnë atë. Mirë po kjo lidhet edhe me femicidin, gratë janë të vrarë në Kosovë vetëm se janë gra. Kështu që është një shumë e dhimbshme kjo që po ndodh në Kosovë, e sidomos me rastin e vrasjes së nënës me fëmijën e saj shtatzan është një tmerr të cilën jemi të merruar të gjithë. Nuk është që kemi shumë komente për këtë rast, mirë po unë e mendoj që institucionet e sigurisë dhe drejtësisë me vërtet kanë shumë punë për të bërë, e sidomos institucionet e drejtësisë duhen t'i dënojnë këta kryerës të veprave me burgim të përjetshëm. Pasi që sa më shumë që nuk dënohen këta dhënues, atëherë rastet tilla do kemi fatkeqësisht. Prandaj unë ju kisha bërë thirrje organeve të drejtësisë që këtyre dhënuesve të dënojnë me dënimin e merituar, pasi që këto raste po ndodhin çdo ditë më tepër. Madje çfarë mendimi ndani ju në këtë drejtim? Po punohet mjaftueshëm? Po nëse i referohemi disa statistikave të fundit vetëm nga viti
2005 së tutje ishte një numër kogja i madh i vrasjeve të grave, edhe vetëm gjatë vitit 2022 në policinë e Kosovës ishin raportuar mbi 2200 raste të dhunës në familje në nivel vendi. Domethënë kemi, nuk mund ta quajmë alarm, por duhet nisemi drejt këtij alarmi. Po edhe Komuna Gjakovës nuk është imune ndaj rasteve, domethënë krahas të raportimit në nivel vendi, edhe ne kemi një numër të konsiderueshëm të rasteve të paraqitura në stacionin policor këtu në Gjakovë. Mirë po do të na brengos fakti që vërtet në kuadrë të fushatës, kur ne jemi gjithë shoqëria aktive dhe po mundohemi që vërtet të ndikojmë përmes formave të ndryshme ta promovojmë idenë që sa ma pak dhunë dhe ajo që është të raportohet të na ndodhin raste tragjike. Unë mendoj që do mund të gjithë akterët në sferën e vetë, akterët qeveritarë dhe qeveritarë duhet të angazhohen edhe më tepër. Roli i joni policisë është që vërtet të identifikojmë të gjitha rastet, ato të cilat janë të raportuara, të trajtohen, sepse dihet që rastet e para do të përveç institucioneve tjera, janë rastet e cilat së pari raportohen në polici dhe vërtet e gjendja fillestare e cila mund të jetë her pas here dhe jo e këndshme edhe për personelin policor i cili mirret me ta, duhet të trajtohet fillimisht nga policia, të mirën masat e para dhe pastaj çdo rast trajtohet bashkë me akterët tjerë me tutje. Unë prap edhe nga këtu mund të apeloj që vërtet të gjitha rastet të raportohen, sepse raportimi i hershëm mund të parandaloj edhe rastet me fatale të cilat vërtet janë të dhimbshme dhe vërtet që nga aspekti jonë policor të mundohemi që me ligjerata, me promovime të ndryshme të ndikojmë që rastet e dhunës të jenë sa më të ulta në nivel vendi. Po, gjithsesi. Zoti Pula, nga përvoja juaj e deri tanishme, përmendet rëndësinë e personit i cili duhet të mbrojë viktimën. Çfarë do të ndani me shikuesit tanë? Sa keni pas mundësi që t'jeni afër secilit rast, edhe ta dëgjoni me vëmendje secilin informat të dhënë nga viktima, sepse ndoshta nga situata emocionale e saj, disa gjëra ose mund të shpërfaqen për herë të parë, ose në anën tjetër të mbahen brenda dhe të mos shpërfaqen për shkak të rrethanave, frikës, të ndosjes e elementeve tjera. Sa i përket përvojësime, fatkeqësisht unë kom qenë vetmi energjën, si mbrojtje viktime për shkak se nuk kanë pas mundësi me punësu dikon tjetër, përveç deçanit, po deçani ka pas ato rastet e veta, kështu që jo mundu maksimalisht se të gjitha rasteve ku më ka njoftu policia për rastet, mi u përgjigj rasteve. Edhe shpresoj që edhe policia qoftë e Gjakovës, qoftë Malishevës edhe Raveqit, gjithmonë kom parë fjallë miradije për atë nëse që shpëmunë shumë më rri. Sa është vedia plotë e viktimës që ta ketë besimin të mbrojtësi viktimës? O shumë rëndësi, pyetjer me vend, o shumë rëndësi qasja e mbrojtësit viktimave me viktime. Po. Duhet të bën ato të pamunshmet që viktima ta fiton besueshmërinë të mbrojtësit viktimave për me qenë e lirshme. Se nuk ish bash e lehet kur një pjemarëm me keqardhje, një femen është ka paraqit rastin, ose ka raportu rastin, edhe unë si mbrojtësi viktima mashkull, pak ka hezitu. Po me fitimin e besueshmërisë, ma lirshëm ka folë me një, me mu konkretisht, ose me kolegë tjerë që punojnë për regione, se sa me një femen, se të ndryshë për ne kuptoni ju. Kështu që kur e fiton besueshmërinë të viktima, atëre kretë procedura shkojnë në rregull. A kemi prej praktikave të juaja deri tanishme, raporteve që nxjerrni çdo 6 mujor, çdo vjetor, a kemi më shumë dhunë ndaj grave vetëm nga ana burrave apo edhe antarëve tjerë të familjes, sepse jo rrallë kemi dëgjuar edhe nga antarët tjerë të familjes, të cilët involvohen në procese të tilla? Po fillimisht me qenë të statistikat, unë po përgjigjem spari, pastaj edhe bashkë pjesëmarrësi këtu në televizion. Unë mund të them fillimisht që policia do të krahas zhvillimit vet, do të në këtë, sepse në përgjithësi si policia e Kosovës jemi ende policia e re me moshë, ka ngritur vazhdimisht kapacitetet e saj profesionale dhe logjistike. Kur them kapacitetet e saj profesionale, do të policët të cilët mirën me trajtimin e rastet të dhunës familje janë trajnuar,
dhe janë nxjerrur udhëzime dhe procedura standarde të operimit, ku tani faktikisht me rastin e paraqitjes së një rasti të dhunës familje, merren ekskluzivisht policët e njëjtë, të cilët trajtojnë me profesionalizëm rastin dhe e përcjellin deri në prokurori, ku pastaj më të tjerë institucione tjera vazhdojnë. Po. Në bazë të statistikave që kemi në për vite, po dhe për këtë vit, është numri më i madh është pak i bashkëshortëve, mirë po nuk lihen anash as anëtarët e tjerë të familjes, duke filluar nga fëmijët ndaj nënës, ndaj babait, po edhe nëse janë familje më të gjëra të cilat jetojnë në një kulm, mund të ketë edhe pjanitarëve tjerë. Mirë po, numri më i madh, përqindja më e madhe është dhuna në mes bashkëshortëve. Domethënë theksi aty duhet vihet kur është fjalat e trajnimet, kur është fjalat e edukimi i hershëm, në mënyrë që të di se cila grua, se çfarë djali, se cila nën në një farforme, çfarë djali do të edukoj për të ardhmen. Po, deshet shtoja? Deshet e shtoja se kur paraqitet rasti, edhe ka dhunën familje, është e pamundur mos me qenë të involvuar edhe familjarë të tjerë. Edhe pse nuk jenë, ndoshta në familje të gjëra, po në familje të ngushtë jenë prezent gjithmonë fëmijët. Rastet rralla janë kur nuk janë prezent fëmijët, do të thotë që involvohen. Edhe për ati momenti fëmia fillon me marrë një mendim krejt tjetër për prindin. Manej ka raste që personalisht më kanë thonë që kështu duhet. Edhe ai mendon se edhe në tarme kur ai vazhdon jetën, duhet edhe ai me qenë dhunues. Kështu që është shumë. A ka raste kur gjykon fëmia njërin prind, tjetrin arsyeton? Po, ka raste normal. Po, varësisht për raste se secili është e ka specifikën e vet. Po. Atëherë secili është e ka specifikën e vet. Erblina, cili është dëmi që i shkaktohet fëmijëve kur bëhet fjalë për dhunën në familje, sepse ju aty keni të strehuar edhe fëmijëve, e dini shumë mirë se cila është gjendja emocionale e tyre. Po, ka dhe merë që në shumicën e rasteve nënat vinë me fëmijë strejmore, edhe nuk kanë, do më thonë zakonisht, në shumicën e rasteve rastet që vinë tek ne janë nga vendet rurale, edhe do më thonë nënat vinë me shumë fëmijë, do më thonë kanë 4 fëmijë, 5 fëmijë, po ka raste kur nëna i ka edhe 6 fëmijë. Kështu që tash llogaritet që ata 6 fëmijë kanë ndajt në ambient ku është përjetuar dhunë, edhe indirekt, o direkt o indirekt janë kon viktima dhunës familje, edhe vlerësohen si viktima dhunës në familje kur të vinë strejmore. Normalisht që gjendja e rënduar psikologjike është mjaft edhe ndikon shumë tek fëmijët. Do më thonë edhe statistikat tregojnë që në qoftë se një fëmijë ka përjetuar dhunë, qoftë direkte, qoftë indirekte, predispozitat kur të rritet ai është që me të vërtetë të bëhet dhunues. Kështu që është për të ardhur keq, edhe ne punojmë shumë në strejmore edhe me fëmijët, së pari vazhdojmë shkollimin e rregull në shkollën më të afërt që kemi me strejmoren, po ashtu edhe mësuesja mbështetëse dhe psikologë e fëmijëve punojnë në rehabilitimin e tyre. Ka shumë fëmijë me gjendje të rënduar, duke filluar ajo shifet duke filluar nga sjellja të cilën e bën fëmia, acarimet për gjanat e vogla të cilat i bën, po ashtu edhe mësimnxënien e ka shumë të dobët, kështu që janë disa faktorë që e vrejmë që ai fëmijë është shumë i rënduar psikologjikisht. Deri në një kohë kishim disa rezultate kur thonin dhuna në familje specifikon një nivel të arsimimit të ullët, do me thënë kryesisht ushtrohet tek personat me nivel të arsimimit të ullët. Më vonë ndryshuan me kalimin e kohës, periudhën e pas luftës, ndryshuan këto raporte dhe u pa që dhunë në familje kanë ushtruar edhe njerëz me arsimim të lartë, arsimim superiore kështu me radhë. Kjo po më bën përshtypje mu që nuk është vetëm gjendja ekonomike, arsimimi, janë ndoshta faktorë tjerë të cilët po i krijojnë këto rrethana e ne sapo mundemi me ndiku pozitivisht që me ul këtë shifër, sepse sado që rritje e vogël e ndjeshme, ajo prap është fenomen që po shkon duke u rritur dhe jo duke u zvogluar. Komandant, raportimi të thatë që është shumë i rëndësishëm. Gruaja e raporton dhunën, shkon në për instanca dhe vje deri të një urdhër mbrojtje. Sa janë të rëndësishmet urdhër mbrojtësi për një grua?
Po, urdhri mbrojtjes është mjaft i rëndësishëm për momentet kur paraqitet në rrethona të cilat duhet të lëshohet. Respektimi i tij pastaj ka përgjegjësitë e veta. Mirë po, do të policia zakonisht involvohet në pjesën e dhëniet të urdhrit mbrojtjes, konkretisht në rastet kur ka nevojë emergjente, në ditët e vikendit dhe ditët e festave, dhe sapo të filloj dita e punës, apo e hanja pas vikendit, apo nëse on festa do të kalon pastaj që duhet me njerë të trajtohet rasti dhe të lëshohet urdhri mbrojtjes nga gjykata më atje. Do të thënë urdhri mbrojtjes nga policia është vetëm në këto, ditë festa, vikende, në këto rrethona. Dhe kaq kanë afat. Zakonisht urdhrat mbrojtjes do të kur lëshohen do të pala viktima, po ashtu edhe policia e monitorojnë e përcjellin, dhe po ashtu viktima do të nëse ka ndonjë insinuat apo ka diçka ndonjë njoftim se po tentohet që të shkilet, atëherë mirën me njerë veprimet ligjore dhe njoftohet prokuroria sepse X personi ka thyer urdhrin mbrojtjes dhe pasojnë masa tjera. Qëllimi është vetë në kupton që policia lëshon urdhër mbrojtjes emergjent që të reagohet në emergjent që mos të kemi ndonjë rast të përkeqësimit të gjendjes së asaj viktime që ka raportuar. Raportimi me qenë se u lidhëm do të është vërtet i rëndësishëm dhe zakonisht bëhet prej vetë viktimes, bëhet prej antarëve të familjes, prej fëmijëve dhe ata kanë një rol shumë të rëndë, pra ata dhe në fushatën sensibilizuese që ne e bëjmë në forma të ndryshme përmes ligjëratave. Qëllimi është që vërtet të jenë të informuar se ku mund të raportohet dhe këto rastet e dhunës në familje, sa po të janë të raportuara, policia vërtet jep një prioritet madh dhe me nxitim i merr dhe reagon, sepse një vonesë më e vogël e policisë mund t'i kushtoj familjes. Cilat janë përparësitë e urdhrit mbrojtjes të viktimës? Nëse ai do të jetë jo deri në një vikend ose një festë ose diçka, por do të jetë paraforci theksoj mirë kërkesën për urdhër mbrojtje emergjente. Unë pak do të ndalim të urdhër mbrojtje. Urdhër mbrojtje bëhet pasi që nëse nuk është fest, atëherë mbrojtësi viktimave detajisht e informon viktimen për të drejtat e saj që ka në mënyrë ligjore, edhe gjithmonë mirën për bazë kërkesat e viktimes. Ne kemi pas rast nuk po them na, më falni, une kom pas rast kur viktimës ja kom shpjegu, e kom informu për çdo detaj për një kërkesë urdhër mbrojtje, në fund ka thonë nuk du. Po ne nuk muim është në përgjegjësinë vetën në autonominë e viktimës. A i keni këshur rrethonat, pse ajo po kërkon jo? Mos do të ketë probleme? Nëse më kuptove, mbrojtësi viktimave detajisht ja shpjegon të gjitha të drejtat që i ka mi kërku me urdhër mbrojtje. Po prapse viktima për arsyet të asaj objektive, thot nuk du. A mendon që e rrezikon familjen? Po pikërisht këtu, kjo ishte edhe a mendon që e rrezikon familjen? Se na kemi raste edhe kërkesë kur thot unë nuk du mu kthy të bashkëshorti. Na e falenderoj shpinën e sigurt se gjithmonë përderisa unë kom punu për vjekese, për duhet disa herë mi theksu, asnjëherë nuk kom pas naj kthejmë për shtëpi sigurt ose refuzim që nuk muim. Kështu që me kërkesë të viktimes, në gjithmonë ja kemi ofru shpinë e sigurt, por ajo ka thonë jo, unë du më shku të familja ime. Po, në shënim zyrtar e kemi shkruar se me vetë dëshirë, ajo do mos trahu. Atëherë është problemi për çfarë arsye objektive ka ajo. Po në kërkesë për urdhër mbrojtje duhet me kçyr në bazë ligjit sa çfarë distanca më caktu por kryshit ofrimi tek pala dhe ju rrallë po del që viktimat me fatalitet po jenë nën urdhër mbrojtje për shembull edhe ai thehet. Po thehet. Me njerë si thehet urdhri mbrojtjes është vepër penale. Edhe aty mo nuk diskutohet, por me njerë gjykata e merr një vendim edhe shkon në ndalim ose në paraburgim. Po nëse gruaja vendos mos me pas urdhër mbrojtje, vendos për shkak të rrethonave objektive me u kthy në familje, a ekziston frika për ripërsëritje të dhunës pas një kohe? Sepse ai që ka ushtruar dhunë dhe nuk e merr dënimin meritor në një farforme ose ndëshkimin, ai mund ta përsërisë këtë, sepse s'ka kujt i kërkoj falje realisht ose për gabimin e vet.
Cili doni? Problemin qëndron aty se të recidivistat ndodh kjo, për me thyu urdhën mbrojtje. Që ata veç që kanë kalu në diçka tjetër. Nuk i bon më përshtypje urdhën mbrojtje, ai mendon krejt diçka tjetër, kështu që është problematike. Të recidivistat kemi raste kur po rrall, unë po flas për rrall ka ndodhur me e thy kërkesën për urdhën mbrojtje në Gjakovë. Shumë rrall, janë raste të rralla, po nuk do të thotë që s'ka. Aty është Erblin? Po, në të shta me shtu që në vitin 2020 ne kemi ratifiku konventin e Stambollit, e cila është konventa ndërkombëtare që do më thonë me vlefshmja për dhunën ndaj gruas. Aty specifikohet sakt që gruaja mund të raportoj dhunën e familje ku do që ajo ndjen më të lehtë edhe më të afërt dhunën, kështu që nuk është vetëm policia dera parë cilën mund ta paraqes, po kudo tjetër ku ajo gjen ku mundet. Mundet edhe drejt për drejt në strejmore, mundet drejt direkt e mbrojtësi i viktimave kështu me radhë. Aty shumë mirë specifikohet me Konvencion Stambollit që viktimat e dhunës në familje duhet t'i matet rreziku, niveli i rrezikut. Edhe nëse matet niveli i rrezikut përderisa është në stacion policor duke intervistuar, atëherë me urdhër të prokurorit duhet të dërgohet në strejmore edhe në qofse, edhe pa vullnetin e viktimës në këtë rast, në qofse e vlerësojnë institucionet tona që ajo me të vërtet mund të rrezikohet dhe mund të shkojë deri te fatkeqësia. Kështu që me këtë konventin e Stambollit, cila u ratifikoi në 2020, disa procedura, domethënë edhe ligjet duhet të përputhen me konventin e Stambollit, mirë po edhe procedurat tona, sepse pas ligjit edhe ne punojmë, kështu që janë pastaj edhe strategjitë dhe procedurat që ne duhet mi përfill në rastet të dhunës në familje. Po? Ju pas kanë gjithë me shtu edhe nga ona policore, është e vërtet që do të gjatë trajtimit të një rasti, zyrtarët policorë të dhunës në familje e trajtojnë me kujdes dhe vërtet vlerësohen gjitha rrethona duke e pas situatën edhe shpesh do të vërtet vendos viktima, vetëm nëse si që e potencoj Erblina, do të që në raste ka rastet të cilat vërtet duhet të reagohet në mënyrë institucionale dhe të mos pyetet, mirë po gjatë bisedës, gjatë intervistimit, do të vërtet matet ajo edhe nëse thot po du mu kthy në familje me pa rrezikun e saj potencial, rrezikun e potencial të atij rastit. Do të për atë arsye është një prej rastet e paraqitura të dhunës familje më delikate, edhe kisha thonë që vërtet dhuna mund të raportohet në çdo formë, po keni pa që është edhe për anëtarëve të tjerë të familjes, edhe për moshës së tretë të fëmijëve, është numri 1-2 më i kapshëm, më i arsyeshëm, edhe gjithmonë situatat nuk lejojnë, domos se po të jetë një situatë më normale, mundet të shkojë edhe në institucione të tjera. Mirë po zakonisht dhuna ndodh shpeshherë, ndoshta kanë fillu kushtet më herët të saj, mirë po ja që eksplodon ose plas pa pritmas dhe duhet të reagohet me shpejtësi dhe policia është ajo dera parë që e gjojnë pak më lehtë me gjithë. Edhe diçka, nuk e kam qartë, a guxon të raportoj dhunë në familje nëse një komshi në një objekt dëgjon se në katin e dytë ose sipër ose diku tjetër po ushtrohet dhunë edhe a shkon policia kur nuk është viktima direkt duke e raportuar rastin? Se kom dëgju që nuk shkon. Jo, nuk qëndron. Shumë mirë të që orësitojnë publikut, më ka thënë dikush. Policia Kosovës do të konkretisht të stacioni policor në Gjakovë, po flasëm edhe me një përvoj këtu që jemi duke punu, do që e merë informatën edhe që e merë për i zyrtarëve policor në formë inteligente që po ushtrohet dhunë me një banes, me një lokal, apo nga fqinit kër kemi informata se ka një zhurmë jo normale, ka një shqetësim, diçka policia shkon, interesohet dhe nuk do thotë që nëse vetëm hapet porta edhe do thotë jo, s'kemi në rregull. Pikërisht, sepse është arsyetu që nuk ka pas kur gjo edhe... Këto raste do të bile me një hetim do të shumë serios edhe me një shpejtësi të shpejt vrapohet kur mirët një informat do të edhe ka x raste tash nuk e ku marrë në ashta si statistikë që nuk raportohet drejt për drejt për familjes, po prej rrethonave forma tjera të cilat mbeten për policinë. Se po qytetarin tërgjeshëm ai kur raporton. Mbetet dhe nuk informohet po mbetet për policinë, njërë që mos të ketë një telashe ai që na ka informu në të ardhmen me fësinin e tina. Erblin, si qëndron zona rurale me zonën urbane, sa i përket frekuentimit të shtëpisë së sigurt?
Po, ne veç e dim që mentaliteti jonë, sistemi patriarkal edhe shumë janë disa faktorët kryesor që ndikojnë në dhunën familje. Mirë po, kur jemi tek qyteti, nuk e di pse dhuna më pak raportohet, mbetet mes mureve të shtëpisë edhe nuk raportohet tek organet gjyqëse. Kjo nuk ndodh njëjtë edhe tek vendet rurale, ne kemi më shumë viktima që vijnë nga vendet rurale. Gratë ato kanë raportuar dhunën në momentet e fundit, pasi e kanë ndruar për vite me radhë, derisa ju ka bërë mjaft edhe e kanë lajmëruar policinë në këtë rast, kështu që unë mendoj që vendet rurale raportojnë më shumë dhunën në familje, ani pse nuk mund të themi që në vendet urbane nuk do dhuna. Ndodh edhe kjo, mirë po për shkak të mentalitetit, për shkak të marrës që thojmë ne, edhe për shkak të sepse e mbajnë brenda 4 mureve të shtëpisë, viktimat e dhunës në familje në qytet raportojnë më pak dhune. Faleminderit, do ta ndjekim një material të cilin e kemi realizuar pikërisht për këtë temë që jemi duke e trajtuar e rikthehemi për të vazhduar pjesën e mbetur të diskutimit. Antigona Morina, Iqbal Llaloshi, Flora Umuri, Marigona Osmani, Sabile Mavrovçani, Zejnepe Berisha, Diana Kastrati, Hatlie Dina, Valbona Andrecaj dhe vajza saj e disa emra të tjerë janë viktima të partnerëve bashkëshortëve të tyre. Ngjarje këto që ndodhen ndër vite në Kosovë. Para vrasjeve, disa nga këto gra përjetuan dhunë fizike sistematike, tortura dhe maltretime për të cilat disa herë është kërkuar edhe mbrojtja institucioneve shtetërore. Ndërkohë organizata Kombëve të Bashkuara, duke ju referuar raporteve nga UN Women, ka bërë të ditur se afër 45.000 gra dhe vajza u vranë në mbar botën gjatë vitit 2021 nga partnerët e tyre. Në Kosovë në 10 ditët të fundit u vranë edhe 2 gra të tjera dhe që të dyja dyshohet se janë vrarë nga bashkëshortët e tyre. Të dhënat e policisë për vitin 2021 flasin për 2456 raste të evidentuara të dhunës në familje, megjithse të regjistruara 2486 viktima. Kurse gjatë periudhës janar-shtator 2022, në polici janë regjistruar 2067 raste të dhunës në nivel vendi, të dhunës në familje me 2126 viktima. Në 16 ditët e aktivizimit kundër dhunës ndaj gruas, ndodhin pikërisht edhe 2 vrasje të reja në Kosovë në vitin 2022. Rastet që ndodhen në javën e fundit të nëntorit kanë tronditur sërish shoqërinë kosovare. Një grua shtatzën u vra në oborin e qendrës klinike universitare të Kosovës. Ishte gruaja Hamide Magashi, e cila kishte një urdhër mbrojtje që vlente deri në mars të vitit 2023, ndërsa kishte raportuar burrin e saj në korrik për dhunë në familje. Ky rast u bë alarm i vrasjes së grave që ndodhen ndër vite e të dyshuarit sërish janë burrat e tyre. Ditë më parë, një grua tjetër u vra me sopat dhe i dyshuar edhe kësaj radhe është burri i saj. Rasti ndodhi në Prishtinë në 25 nëntor në muajin e kaluar të vitit 2022, ndërsa i dyshuari, pasi dyshohet se kishte kryer krimin, ishte dorëzuar në polici. Ishte mësimdhënësja Sanie Godeni, u vra në orët e hershme të 25 nëntorit. Mes torturave, dhunimit, thyerjeve të gjymtyrëve të trupit e dhënjes së tramadolit, bari i cili përdoret për të lehtësuar dhimbjet, shpjegohet të ketë ndodhur edhe vdekja 18 vjeçares Marigona Osmani në gusht të vitit të kaluar. Zinxhiri i vrasjeve të grave ka qenë i vazhdueshëm në Kosovë. Një tjetër rast tragjik pati ndodhur edhe në shtator të vitit 2020. Sabile Mavrovçani ishte vrarë nga burri i saj Nuhi Mavrovçani në njërin nga dhomat e shtëpisë ku ishin duke jetuar. Nuhi Mavrovçani e kishte qelluar gruan e tij me një shufër metalike të një gjatësie prej 73 cm dhe të një trashësie prej 2.2 cm. Një tjetër rast i rënd ishte shënuar edhe në tetor të vitit 2015, atëherë kur Nebi Berisha ishte dënuar pasi që kishte vrarë gruan e tij duke goditur 20 herë më thikë. Përveç vrasjes së gruas Zejnepe Berisha, Nuhi Berisha ishte akuzuar edhe për shkaktim të lëndimit trupor ndaj vajzës së tij. Ilir Haxhiaj është një tjetër i dënuar në gjykatë në Gjakov, pasi që i njëjti ishte vërtetuar se kishte rrahur gruan e tij, i cili kishte përplasur për asfalt duke i shkaktuar lëndime të rënda të cilat më pas i sollën vdekjen.
Hatice Dina, gruaja e Ilir Haxhiaj, kishte vdekur 2 javë pas rrahjes nga bashkëshorti. Prokuroria kishte pretenduar se në dalje të fshatit Samadraq, Ilir Haxhiaj ka ndaluar veturën e tij në anën e djathtë të rrugës dhe ka nxjerrë viktimën jashtë veturës dhe ka filluar ta grushtojë duke e goditur në të gjitha pjesët e trupit. Listës së grave të vrara nga burrat në vitet të fundit janë shtuar edhe 3 gra të tjera. Donjeta Pajaziti, 24 vjeçarja nga Deçani, e cila u grabit u vra me 2 plumba në kokë dhe u gjet pas 6 javësh në bjeshkët e Strelësit. I arrestuar për vrasjen ishte kushëriri i saj 60 vjeçar. Dafina Zhubi, 35 vjeçarja nga Gjakova, e cila vdiq në banesën e të dashurit të saj në shkurt të vitit 2016. E i dëshuari kryesori i dashurit saj Astrid Dibra, pronari i dyqanëve të lojrave të fatit, u liruan nga prokuroria fitore Sadikaj, e cila cilësoi vdekjen e të ndjerës vetvrasje, pavarësisht deklarimeve të ekspertizës se dëshmit thanë të kundërtën. E nëse i referohemi gjithë këtyre rasteve, natyrshëm mund të themi se përkundër dëshirës për të ndryshuar, shoqëria jonë ende është duke luftuar me pasojat e të menduarit patriarkal. Pas këtij materiali i cili në esencë na bën që të japim sinjalet secili në pozicionin ton, që të ngrisim zërin që asnjë dhunë nuk duhet duruar dhe ajo duhet raportuar në secilin rast të mundshëm, në mënyrë që të evitohen pasojat edhe problemet të cilat mund të përfundojnë me fatalitet, siç ishte edhe me storien të cilën e pam të gjithë bashkë. Është shumë e rëndësishme me i kap gjanat në kohë. Shpesh, pse thuhet po rritet numri i dhunës në familje? A do thotë se po rritet vetëdijësimi në një farë forme, në mënyrë që duke raportuar, duket për një kohë në rritje, por pastaj ajo vetëdia individuale, kolektive merr një formë të duhur? Po në raportet policore do të kisha thonë nëse bëjmë krahasimin 2021-2022, jemi pothuajse në të njëjtat numër, një rritje të lehtë e ka të raportimit të rastit, por ne nga aspekti policor, sepse këto do ta japin analist psikolog të ndryshëm, do marrë rreth arsyet pse kemi raste ndoshta më tepër. Mirë po, përveç që është një vetëdijsim vërtet një raportim, është edhe një guxim i përgjithësi kisha më thonë i viktimave, të cilat në shumicën e raste janë nëna, motra, do të femra në përgjithësi, të cilat vërtet janë më të gatshme që mos ta mbajnë atë heshtje, atë dhunë brenda 4 muajve, mirë po do ta paraqesin në mënyrë që ta evitojnë, sepse e ceket që raportimi i hershëm vërtet parandalon ngjarje të cilat kanë një epilog tragjik. Vetëm gjatë muajit të kaluar, gjatë muajit tetor, prokuroria në Gjakov ka ngritur 20 akt akuza për dhunë në familje. I bie që në një farë forme duhet të gjithë ta marrin dënimin e merituar. Çdo akt akuze ka një dënim, ka një procedurë e cila bën dhunuesin të kuptojë për veprimet të cilat i ka bërë, e ndoshta pastaj kur t'i rikthehet familjes të mos i përsëris ato. Gjithmonë është frika për përsëritje. Ta mbrosh një viktim të dhunës në familje është e vështirë, e di këtë, sepse përvoja juaj e thatë disa herë. Por cilën grup mosh e ke më vështirë ta menaxhosh? Një vajzë të re e cila sapo ka filluar një jetë me për shembull një paramartesë ose një bashkëjetesë, një nënë e cila ende nuk ka fëmijë, nuk ka disa fëmijë, por thjesht
tenton të bëhet nën, dikush tjetër e cila e ka disa fëmijë dhe frika si t'i lë ata dhe të largohet. Më thonë, kemi lloj rrethanash, qoftë grua shtatzën që pretendon të bëhet nën, qoftë ajo që ka fëmijë, qoftë ajo që po mendon ta nis një familje rrugës i dalin gjithë këto rrethana. A ndryshojnë këto raste në formën e trajtimit? Që në fillim bisedës sa se secili rast e ka specifikat e veta. Edhe mbrojtësi viktimave, e gjitha organet mundohen që t'i trajtohen në mënyrë barabartë. Po, shumë kanë njerë varet edhe prej vetë viktimave çfarë vendime marrin. Në momentin kur është në gjatë intervistimit, është e stresune, mendon krejt ndryshe. Kur fillon mu qetësu. Se jo gjithçka aty është e vërtet, ose jo gjithçka në bisedën e parë mund t'jetë ashtu si që ajo e ndjen. E vërtet, mundet me qenë, po ndryshe shprehet. Shprehet. Për shkak se situatës që është. Emocioneve. Edhe ato shka ka përjetu, emocionet e bojnë atë të vetën. Po kur shqetësohet, atyre është ma e qetë me shfaq krejt realitetin edhe me e kërku ato shka ajo mendon për me realizu që në tarmen mos t'i përsëritet mua. Sepse shpesh në diskursin ton të përditshëm dëgjojmë, mirë nuk e kriju familje ende, ndajo, përfundoje këtë martesë. Dikush tjetër i thot, ke fëmijë ktheu, mos përmirësohen, gjanat ndryshojnë, dhe ajo mund të ndikohet prej këtyre rrethanave për x arsye veta, siç i thatë ju edhe objektive. Prandaj këtu besoj që është ajo formula që shumë vështirë është me hinë brendi të secilës grua që ajo ta rrëfej ashtu siç duhet. A ka mundësi edhe pak më ndryrim? Po? Rastet më të vështira që kanë qenë për ne, për mu personalisht, kur është raportu një rast, është intervistu, edhe në fund, viktima ka kërku, a bën ju si organ, e sidomos policia, me piskat, ati që në tarmën mes me bo. Po, para mendoje. Po, pa dhe atëherë ne që kemi raku i kemi thonë, oj zoj, prej momentit, ose zotri, se mes të anë shkalojme se edhe të marshit kemi, edhe kum posh raste. Doja të pysja pastaj. Po, oj zoj, ose zotri, për momentit që janë policia duhet me vepru, një denim duhet me e marë. Jo marë vish piskat. Se përshprejnë adhin jo shumë kënë qartë, se këto janë regjistri përdisht shumë i njerëzve. Jenë momentet më të vështira edhe për policinë, edhe për mbrojtjen e viktimave, edhe për gjitha institucionet ku ajo duhet me pas qasje. Po. Po, vish ndërlidhna të ngritja, rritja raportimit të rasteve. Prej pandemisë e tutje vlen të ceket që kemi rritje të raportimeve. Gjatë pandemisë nuk është që ka qenë periudhe lehte e izolimit, e sidomos për gratë që kanë përjetuar dhunë, sepse janë izoluar për herën e dytë, se njëherë kanë qenë të izoluar për dhunës për vite me radhë, pastaj edhe pandemia, kështu që kanë rëndu shumë gjendjen mendore të grave dhe burrave në përgjithësi. Edhe për çatë unë mendoj që edhe ka shtuar rritjen e rasteve të dhunës në familje, mirë po që edhe problematikë shka është me keqa është që me të vërtet ka ndikuar shumë në shëndetin mendor të tyre. Me të vërtet ne po kemi shumë probleme që nga viti 2020 e tutje mi trajtu rastet e dhunës së familjes, se pa tjetër po ndodh të disa raste që po duhet me ndërhyj edhe ndihma e mjekut kompetent apo psikiatrit. Kështu që është shumë për të shqetësuar kjo, sepse jo vetëm tek viktimat e dhunës së familje, por edhe tek njerëzit në përgjithësi, do më thonë ballafaqimi me virusin, kanë ndikuar në shëndetin mendor në përgjithësi. Kështu që edhe kjo besoj që e ka ndikuar në rritjen e rasteve të raportuara. Megjithatë, edhe puna e institucioneve dhe organizatave të shoqërisë civile që kanë punuar në parandalem edhe në ngritjen e vetdijes, që në rritjen e numrit të rasteve të raportuara. Por pastaj kemi edhe një problematik tjetër që lind pas kësaj, është pjesa e reintegrimit, sepse gjitha rastet, shumica rasteve që vinë strejmore, problematikën që ne ballafaqohemi pas qëndrimit në strejmore, është reintegrimi i saj i plot në shoqëri, i cili kërkon nga niveli qendror, po ashtu kjo ndodh më shumë te, domethënë bara i bie nivelit lokal, komunës së Gjakovës në këtë rast apo Malishevës apo Ravecit, që të ndajnë buxhet
të posaçëm për reintegrimin e viktimave të dhunës së familje, për një periudhë të caktuar, sidomos për sigurimin e qeras edhe sigurimin e do më thonë materieve kryesore që i nevojitin një gruas. Kështu që kemi shumë punë përpara edhe na pret shumë sfida. Komandant, sa i keni shfrytzu këtë 16 ditësh, sa po e shfrytëzoni të promovoni atë që konfidencialiteti është parim kryesor kur një palë raporton në polici, në mënyrë që duke lobuar në këtë drejtim lidhur me thjesht ruajtjen e identitetit të palës raportuese ose besa edhe të dhunuesit, të gjithëve të jenë konfidencial, atëherë besoj që për çdo rast edhe mund të adresohet më i sigurt pala. Dhe këto fushata duhet ju shërbejnë. Që e ka bërë do atë planin mekanizmi kundër dhunës në familje këtu në Gjakov, ne prej ditës së parë do të me pjesëmarrje në hapjet e fushatës dhe në vazhdimsi, do të sipas planit, po dhe jashtë tina do të jemi në kontakte me qytetarët ndryshëm, me institucionet ndryshme dhe gjithkund do të ka pyetje shumë interesante, do të cilat na bëhen dhe ne mundohemi t'ju përgjigjemi, e sidomos te çështja e ruajtjes së informatës, të dhënë nga informatori, po edhe në rastet kur na jep drejt për drejt viktima, që vërtet të jemi konfidencial dhe që dhunuesi do të mos merret me ata kush informoj, kush e mori informatën, mirë po unë në vazhdimsi i inkurajoj të gjithë që vërtet jo vetëm drejt për drejt viktima e dhunës, po edhe fqini, edhe qytetari në rrugë, edhe format e ndryshme që i merr policia nga raportet e ndryshme, të identifikohet sa më herët, sepse identifikimi që mos zgjatemi gjithmonë me këto, i hershëm na ndihmon neve që vërtet rasti të jetë sa më lehtë për institucione të tjera relevante. Ndërsa te çështja shpeshherë kur u diskutua më parë që dikush dëshiron të tërhiqet apo gjithçka, policia mundohet që bashkë me aktorë të tjerë dhe jo të vendos vetë. Zakonisht kjo mbetet më tutje në procedurë do të penale, pastaj në gjykat, ku përfshihet edhe qendra për punë sociale, sociologë e psikologë, të cilët vërtet mund të japin mendimet gjykatës, që ndoshta do të kur varësisht pe shkaktimit të dhunës, a është dhunë psiqike, a është fizike, apo ka lëndime të rënda trupore, të cilat vërtet janë të para nga ligjdhënësi do të se si të trajtohet. Me aplikimin e ligjit për dhunës në familje, ku janë njëmëri vepra penale, vërtet do të ligjdhënësi ka avancu këtë çështje dhe viktima edhe në aspektin ligjor, edhe në aspektin profesional janë të mbrojtura. A ka dispozita ligjore brenda Policisë së Kosovës për punonjësit e policisë nëse nuk e respektojnë konfidencialitetin e palës? Po patjetër kjo nuk vlen vetëm për rastet e dhunës në familje, po për gjitha çdo nxjerrje, çdo shkelje e disiplinës do të brendshme apo e mos trajtimit profesional do mos sankcionohet sipas udhëzimeve administrative dhe nëse ka të bëjë edhe për vepra penale do mos trajtohet nga inspektorati policor do të për veprën të cilën mund të jetë pa dashje, ka herë edhe me dashje shkaktuar nga zyrtar policor. Po. Ervin, më intereson edhe diçka sepse jemi drejt fundit. E përmendi edhe Agimi më herët, është shumë rëndësishme që viktima e dhunës në familje të jetë e vetëdijshme për secilin veprim që e bën, të mos jetë ndikuar nga emocionet, pasi rastit ketë kaluar në prokurori dhe në instanca të cilat merren me trajtimin e viktimës ose thjesht me problemin përgjithsisht. Ka raste kur ato pranojnë të kthehen në familje, pastaj rikthehen prap tek ju, e kanë atë dritaren e hapur, shpinë e sigurt, herë bën pishman, herë vazhdojnë të jenë atje në familje, a janë të vështira me u menaxhu këto situata, sepse i lidh diçka me kthimin atje, kur shkojnë prap është e njëjta situatë, duhen marrë te ju prap. Po, ka raste që janë të përsëritra, që të ne vlerësohen si raste recidive, normalisht që janë më problematike, mirë po të rastet recidive, normalisht që edhe format e dënimit janë edhe më të ashmëra në momentin kur ai rast është recidiv. Ka ndodhur që gratë dhe vajzat janë kthyer tek ai i njëjti dhunues me vetë dëshirë, mirë po ka ndodhur që prap janë kthyer dhe pastaj domethënë kanë qëndruar më gjatë në strejmore, sepse qëndrimi më gjatë në strejmore
ndihmon atyre t'i kthellojnë mendimet të cilat i kanë. Ndoshta për 2 ditë ne nuk mund t'i rehabilitojmë një viktim, ama qëndrimi më gjatë në strehimore e kjo ndodh sidomos kur kemi paraburgime të kryerësve të dhunës që janë 30 ditë, domethënë 1 muaj ditë, ajo nuk mundet me lëviz, po duhet të qëndrojë në strehimore sepse duhet 30 ditë ajo arrin me i pastru ato mendimet e veta. Normalisht, janë shumë më të nevojshme, për atë them gjithmonë që në qoftë se paraburgimi është 30 ditë, është shumë më i mirë edhe reflekton më shumë edhe dhunuesi duke qëndruar në paraburgim, mirë po edhe viktima duke qëndruar qoftë në strehimore apo kudo qoftë tjetër. Ti ke pas përvojë me këto raste. Cili është ai mendimi i tyre i parë në raport me 30 ditë pas? Krejt është mvaret prej vetëdijsimit edhe sa punohet me viktimen. Ka raste kur dhunus dalin qaq vetëdijsum mas 30 ditëve, sa kërkojnë falje edhe, po ka raste që edhe dalin të irritun edhe ma tepër. Po shumë delikate kjo, po prap se prap viktimat duhet me njoftu edhe me punu me to që me qenë kam gurse përmes me përjetu ato shka ka përjetu. Desha të ndërlidhna, nëse më lejohet, sa i përket fushatës, gjitha këtërt jenë përfshin, një ndër ata edhe une, edhe pse nuk jem direkt ma, po një mesazh që i shku ka ona ime, mes me ljonë me 16 ditë, po në vazhdimësi, që gjitha institucionet, edhe shoqatat, OJQ-t, ko mas kohë, të shkojnë të bëjnë vetëdijsim, të i tregojnë të drejtat, të shprehen edhe të marrin mendime, kështu që në tarmen edhe mekanizmi, ti ka do ide shka mujnë me në tarmen, është më rëndësi me cekë se tash fatmirësisht kemi psikolog, kemi psikiatra, kemi psikoterapista familjar, që bojnë seanca me qift edhe me familje. Familjen tjetë, po gjithsesi, ato do t'ishin shumë motivuese. Duhet me shfrytëzu këto mundësi që i kemi. Edhe masa madhe nuk është informume për këto. Kush duhet mi quq këto mesazhe na? Kështu që cilët në baza ditore punoni me këto problematika. E vërtet edhe fakt është se 16 ditë edhe zyra për mbrojtjen e viktimave kanë 7 ditë, e bojnë punën e vetë maksimalisht. Po jo milion me kaq. Faleminderit. Komandant, për çfarë duhet na shërbej ky 16 ditë i aktivizimit kësaj radhe? Sepse derisa jemi në 16 ditë që ti patëm 2 viktima. Dhe si ta marrim një mesazh të mirë që vitin e ardhshëm të mos na gjejë njëjta situatë kur i afrohemi fundit të nëntorit, kur duhet të fillojmë me këtë 16 ditëshin e aktivizimit? Po fushata që e cila do të ka filluar me 25 nëntor dhe përfundon me 10 dhjetor, do të është një fushat 16 ditëshe, po nuk do të ndalet vetëm me ato. Unë mendoj që vërtet e ka rolin dhe rëndësinë e vetë, sepse shumë nëna, shumë motra nuk kanë mundësi të jenë të informuar sikur se na aktert, mirë po fushata ardhshme, mendoj që duhet na gjejë sa më pak raste të dhunës familje, edhe absolutisht të mos kemi raste tragjike. Mendoj që do të gjitha rastet e identifikimi i hershëm do më t'i parandaloj këto raste, të cilat vërtet duhet të shihet sepse a ka pas mundësi edhe këto raste të cilat na kanë ndodhur do më brenda fushatës 16 ditë të aktivizmit kundër dhunës në familje, do të po të ishte paralajmëruar me herët apo të ishte bën diçka, ndoshta do të ishte evitu raste tragjike, mirë po apeloj që vërtet të gjitha institucionet, akterët që janë në mekanizmin kundër dhunës familje, do të si këto qeveritarë dhe institucionet tjera jo qeveritare, vërtet të angazhohen edhe pas kësaj fushate dhe në 16 ditëshin e vitit 2023 të kemi raste më pak, e sidomos rastet të cilat kanë përfundimin me fatalitet apo tragjik të mos kemi fare. Po, Erblin, derisa punoni kaq shumë me këto raste dhe përpiqeni gjatë secilës ditë të vitit t'i kushtoni vëmendje në duhur secilit rast të trajtuar, e të ndodhin pikrisht në këtë 16 ditëshin 2 vrasje, 2 gra tjera të shuhen si rezultati i tekave të individëve të caktuar, a ju bën të ndiheni
të mërzitur ose të shqetësuar, vallë, çfarë po bëjmë ne, po punojmë kaq shumë edhe prapë vedia është deri këtu. Po, me të vërtet, ky rast i fundit, me të vërtet na ka trondit edhe besa na ka mlefos në një farë forme, për arsye që sa më shumë po punojmë edhe po përpiqemi të ngrisim vetdijen e grave, po na ndodhin raste me fatalitet. Kështu që unë mendoj që sa më shumë që ne të ngrisim vetdijen edhe t'i vetësojmë gratë për drejtat e tyre, dhënusit besoj që do të bëhen edhe me të egër edhe do të përdorin dhunë edhe më tepër. Nuk di çfarë të them, me të vërtet nuk po kam koment se me të vërtet e shqetësuar mbrëm mjaft isha. Mirë po, unë mendoj që deri me dje gratë ju trajtu si rob në familjet e tyre. Dhe tani që po ngrisim vetdijen për të drejtat e tyre e saja, për të drejtën e saj, burrat po e përdorin format më të këqija të dhunës. Kështu që në mendoj edhe nuk kena munduar kurrë mi kërku edhe mi ngrit vetdijen e grave për të drejtat të cilat i takojnë edhe të cilat janë të rregullune me ligje, me konventa, edhe janë domethënë që nga lindja i takojnë ato të drejta. Mirë po ja që gratë në të shkuarën kanë ndryuar shumë, kanë sistemi patriarkal në të cilën kanë jetuar, kanë ndikuar që ato të heshtin edhe të mos të raportojnë asnjë lloj shkelje që ju ka bërë. Mirë po, asnjëherë nuk do ndalemi për ta ngritur zërin. Gjithsesi. Zoti Pula, më intereson, pse duhet t'i besoj viktima mbrojtësi të viktimës? Me një fjali, pse duhet t'i besoj? Duhet t'i besoj se mbrojtësi viktimave është ai njeri i cili ja mundson të gjitha informacionet e duara për të drejtat e saj. Edhe është njeri që e shoqëron edhe në fillim bisedës tash deri në përfundim të rastit. Derisa të mirët një verdikt qoftë nga prokuria, në qoftë nga gjykata. Mes të mes bosh, as prokurisë, as gjykatës, prokuria për këto rastet i merr me prioritet. Edhe bashkëpunon me mbrojtësat e viktimave, të cilët e kanë për obligim me shku, me kqyr, me e shpejtu procedurën. Të gjykata, kur është rasti për kërkesat për urdhër mbrojtje, afati i kërkesës për urdhër mbrojtje është 15 ditë, ndërsa emergjente është 24 orë. Në gjykatë, në Gjakov, pa flas, Raves, edhe në Malishev, nuk kanë ndodhur që brenda emergjencës, brenda 24 orëve, mos mu trajtu. Ndërsa rasti i kërkesave për urdhër mbrojtje, brenda mas larti, për thëmë që jenë raste të rralla 8 ditë. Kështu që kanë qenë efikas, por gjithmonë mbrojtësi viktimave u shku, interesu, ta caktojmë sansën më shpejt, kështu që i kemi dhënë prioritet gjithmonë. Faleminderit. Mes bëj edhe kolegëve të mbrojtës viktimave, që e kanë një punë shumë specifike, shumë të rëndë, punojnë 24 orë, zyrët e mbrojtësve viktimave janë në 7 regionet e Kosovës, janë kuadër të kryeprokurorisë shtetit. Du mi falenderu për punën sa këmë bashkëpunu me Shtëpinë e Sigurt, me policinë, me qendrën për punë sociale, edhe... Kur jemi të falenderimet, më lejoni t'ju falenderoj, se kom princip me i falenderu, po sinqerisht dua t'ju falenderoj se gjithmonë jeni të gatshëm me dhënë kontributin e juaj si policia, si Shtëpia e Sigurt, që sidomos edhe kur kemi një teme cila është aktualitet i kohës edhe duhet gjithsesi tjetë edhe një prononcim zyrtar nga institucionet që bartni. Faleminderit që të treve për mendimet e juaja profesionale, shëndet edhe mbarësi gjithmonë u takofshim në punë të mira, tash sa më pak rastet të dhunës edhe sa më mirë që të trajtohet se cila viktime dhunës. Dhunuesi ta merr dënimin e merituar gjithsesi. Të gjitha ju gra të cilat na keni ndjekur sot, dijeni që ka njerëz të cilët mendojnë për ju, ata të cilët do t'ju mbrojnë në secilin problem tuaj kur bëhet fjalë për dhunën ndaj jush. Prandaj raportoni sepse do të shpëtoni jetë. Mirëmbëjtje dhe faleminderit.